Nisim komunikimin së bashku me njerë, do të kemi temën e ditës në ekran, numrat e telefonit edhe në aplikacionin WhatsApp dhe mendimin e kolegëve në regji në shqiptare.com në mënyrë pajisjes së iPadit që ne kemi, dua t'rregoj për të shpjeguar pak temën për Berisha me disa militantë sërish përpara kryeministrisë dhe Adriatik Lapaj, kreu i Shqipëria Lëvizjes Shqipëria bëhet i vetëm, nis rebelimin i vetëm. Kështu që shohim pak në këto momente zhvillimet që kemi në shqiptarja.com, mendimin e kolegëve në regji për të kuptuar dhe ilustruar pra edhe temën e ditës edhe se çfarë ka ndodhur gjatë ditës djeshme. Berisha në një farë mënyre nuk kanë mbledhur as 100 militant, kemi mundësi që të shohim edhe foton. Besoj do ta kemi në ekran, se do të tregoj pak edhe Adriatik Lapaj, pra çfarë ka nisur diçka që pas orës 11 të natës, pra është zhvendosur atje. Okej, mirë, nuk mundemi ta kemi, kështu që marrim telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Si komentoni për le themi këto lëvizje, Berisha me disa militantë sërish foltore apo protesta para kryeministrisë, thot për protesta më të mëdha dhe Adriatik Lapaj që nis protestën i vetëm, një lloj rebelimi dhe fton tjerë të bashkohen. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Ju lutem uleni pak zërin televizorit. Ula. Më thuaj. Urime për emisionin. Faleminderit. Sa për Sali Berishën që flasim, për këtë tem dite, Po? duhet flasim më mje për qeverin me në rënd. Po? Protest, zboni, ta shojmë para sa për qeveria, sët. Qeveria gjysë më në burg. I kryeministër që është herë e tretë që duhet kishë dhënë ndërheqje. Po Sali Berisha vdes e zamë. S'ka opozit fare në Shqipëri. Po sa të bojnë qeveria, ku është qeveria, me e korruptuar me në Balkan. Okej. Mirë, zotërin, dakord. Të flirat që i flasim këtë. Dhe të më falësh të flasë dhe dy fjallë, të fjallë që i flasim këtë, i herë në malësot, thëmë të një jetën flasim për zotën e shpis. I zotë i shpis ka humë kontrolin e ka gjysë në qeverisë në burg. Nëse Sali Berisha duhet në rojnë qenërimin, e të abdërhesje plan një njëri të lirë që të drejtojnë Partinë Demokratike, e të rama duhet kishë dhënë ndërhesje të 2 vjetë. Okej, mirë, faleminderit, përshëndes. Shqipëria më robet një orë kërës se përvëjtë njerëz. Okej, të përshëndes për telefonatën, të lutem jo se jam i paduruar, por të kemë mundësi të marrë edhe mendim dhe opinion tjetër. Shohim pak çfarë ka ndodhur pra gjatë mbrëmjes djeshme. Kjo është protesta, e kemi në këto momente pra në ekran, protesta e radhës apo foltori e radhës përpara kryeministrisë, me që jemi tek tema e ditës, dhe kemi po ashtu në shqiptarja.com 2-3 foto nga jo që po nis Adriatik Lapaj një lloj rebelimi, Rama po sulmon kushtetuesin, dori ditë natë këtu, edhe ka ndonjëtur natën në fakt me një karrige, ka ftuar dhe tjerë që t'i bashkohen. Mirëmëngjes, përshëndetje, ecim në tjetër opinion shkurtimisht, urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Adi. Të përshëndes dhe dëgjoj me vëmendje, mendimi juaj për çfarë dëshironi të flisni. Ai Lapa e ka fulla për këtë derë. Ja, të lutem. Të lutem. Me etik. E ka Lapaj së pari edhe besoj prandaj i tregova ato fotot që të kuptoni çfarë ka nisur. Partia Demokratike fare. Po? Po pse të zhduket Partia Demokratike fare? Po të zhduket fare po çdo. Një ikën kështu 5 partia po më në Partisë Demokratike. Çdo, po çdo. Ata votojnë as parlament, as presidenti. Dalë para kryeministrisë, dalë 100 veta atje, e 50 veta, edhe bëjnë Romaik.
ku dhe ikë Roma ka 83 është do të di. Qeveria si ka punët? Qeveria si ka punët? Si po punon dhe si të duket kjo çështje Balluku, ose cili është mendimi juaj? Mirë po punon, jashtë zakonisht mirë. Jashtëzakonisht mirë. Po mendimi juaj për këtë çështjen Balluku, dosjen rastin Balluku apo të tjerë? Çështjen e Ballukut e kom thonun të juve. Çështja e Ballukut më shkot. Në ç'kuptim më shkot? Shohim një ta 12 ku të vendos gjykata kushtetuese. Okej, po patjetër, do shohim në datën 12. Këtë të premte, okej. Nuk e shkakojnë ata si presidentës do të jadi. Mirë. Nuk e shkakojnë ata 68. Mirë, faleminderit. Faleminderit, përshëndes për telefonatën.